Mirë se vini në edicionin informativ këtu në ekranin e Blu Televizion, do të ndalemi të zhvillimet e aktualitetit ku ka filluar aksioni për prishjen e ndërtimeve mbi kanalin e ujrave të larta për zgjidhjen përfundimtare të problematikës së përmbytjeve. Sipas kryetares së Bashkisë Vlorë, Bruna Mersini, procesi do të zhvillohet në mënyrë të koordinuar duke respektuar të gjitha procedurat ligjore. Ka filluar aksioni për prishjen e ndërtimeve mbi kanalin e ujrave të larta për zgjidhjen përfundimtare të problematikës së përmbytjeve. Në vijim të angazhimit për zgjidhjen e një për problematikave më të rëndësishme që prek qytetin gjatë sezonit të rreshtive, ka nisur sot aksioni për prishjen e ndërtimeve të ngritura mbi kanalin e ujrave të larta. Ky aksion është pjesë e një plani të gjerë ndërhyrjesh për pastrimin dhe rehabilitimin e plotë të kanalit, me synim garantimin e funksionimit normal të tij dhe eliminimin e rrezikut të përmbytjeve që prej vitesh kanë sjell pasoja për qytetin. Ndërhyrja konsiston në largimin e strukturave të ndërtuara mbi kanal, të cilat kanë penguar rrjedhën e ujrave dhe kanë ndikuar drejt për së drejti në përkeqësimin e situatave gjatë rreshjeve intensive. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Bruna Mersini, ka theksuar se procesi do të zhvillohet në mënyrë të koordinuar duke respektuar të gjitha procedurat ligjore dhe duke mbështetur nevojat e banorëve me programet për strehimin social. Aksioni për pastrimin e kanalit të ujrave të larta të qytetit të Vlorës, një kanal i cili ka impakt direkt në përmbytje, është në një fazë të ndjeshtë. Kjo është banesa e parë, tek rruga e re ka disa banesa të tjera, të cilat ilustrohen procedurave ligjore bazë të njoftimeve të marrin masa për të larguar nga këto banesa, sepse ky aksion nuk do të ndalet deri në pastrimin e plotë të vet. Duhet kërkojmë suportin e qytetarëve, sepse ky kanal është shumë i rëndësishëm për qytetin, është një nga shkaqet kryesore që Vlora është përmbytur sidomos në zonën historike, ku pati impakt dhe dëm ekonomik në gjithë bizneset e zonës historike. Ky është një hap i rëndësishëm drejt zgjidhjes afatgjatë të problematikës së përmbytjeve, si dhe përmirësimit të sigurisë dhe cilësisë së jetesës për qytetarët. Bashkia i bën thirrje të gjithë qytetarëve për mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë zhvillimit të këtij aksioni, në funksion të një qëllimi të përbashkët, një qytet më i sigurt dhe më i mbrojtur nga rreziqet natyrore. Kur situata nga përmbytjet tashmë është kaluar, vëmendja mbetet te masat për përballimin e situatave të zjarreve dhe problematikave që ato sjellin. Ilirian Ashani, kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për rajonin e Jugut, vlerëson të rëndësishme masat përgatitore kundër zjarreve. Ndërsa situata nga përmbytjet tashmë ka kaluar, vëmendja mbetet te masat për përballimin e situatave të zjarreve dhe problematikave që ato sjellin. Ilirian Ashani, kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për rajonin e Jugut, thekson se masat duhet të merren duke u bazuar në evidentimin e problematikave të vitit të kaluar. Hasani theksoi se ka vend për ndërhyrje dhe përmirësime, duke nisur nga ndërlidhja dhe komunikimi me radio, si dhe përmirësimi i shërbimit zjarrfikës në mjete dhe pajisje. Ky është një shërbim që në Bashkinë e Vlorës, por dhe në Selenic lë për të dëshiruar. Viti 2025 shënoi situata të vështira, ndërkohë që çfarë duhet përmirësuar është dhe ndërhyrja në rrugët rurale, për të shkuar sa më pranë batrave të zjarrit dhe për të siguruar një reagim sa më të shpejtë, sipas Hasanit. Duhet përgatitemi për zjarret për të cilat duhet përfitojmë nga eksperienca e 2025, e cila ishte shumë e ngarkuar, me zjarre masive në disa zona, në pjesën e Jugut, Vlora, Bashkia e Marës, Bashkia e Sarandës, e Finiqit, e Delvinës, po kështu edhe Selenica më pak. Duke shfrytzuar këtë eksperiencë, është mirë që mbrojtja civile që funksionon në pushtetin vendor, pra njësitë e mbrojtjes civile që funksionojnë pranë bashkive, duhet që të shfrytëzojnë të metat edhe dobësit dhe prej tyre të nxjerrin mësime. Cilat do të ishin më kryesore nga ato që ne kemi nxjerrë nga eksperienca e zjarrit para. E para njëherë është zinxhiri komandues, i cili me thënë të drejtën nuk ka funksionuar ashtu siç duhet. Sistemi i komunikimit të hershëm, quhet, pra njoftimi i hershëm dhe veprimi me njershëm, i cili ka efektin më të madh. Nëse veprohet në momentin që merr sinjale për një zjarr, veprohet me forca dhe mjete të shpejta, është më mirë se sa dhe eliminohet më shpejt dëmi se sa të kërkohen forca dhe mjete dhe kjo të zgjatet në kohë. Një tjetër është vënia e mjeteve të zjarrfikësve në gatishmëri. Po të flasim për Bashkinë e Vlorës, mjetet zjarrfikëse lënë për dëshiruar, për shkak të amortizimit të tyre, mos arritjes
për të blerë mjetet e reja zjarr fikse, po jo vetëm mjetet, por edhe pajisje, duke filluar nga kundërgazi, veshjet, kundra zjarrit e tjera të cilat janë parë si mangësi gjatë 2025. Po kështu një problem i rëndësishëm që duhet riparohet është ndërlidhja. Ndërlidhja jo nëpërmjet celularit. Nuk mund të komandohet forcat edhe mjetet në situatë zjarri nëpërmjet celularit. Pra ato kërkojnë ndërlidhje me radio. Dhe kjo gjë duhet me patjetër që të realizohet, paktën për 2026 nëse do duam që të kemi efektivitet në fikjen e zjarrit. Po kështu janë masat paraprake që ne u bëjmë thirrje që tani bashkive të qarkut të Vlorës, është hapja e rrugëve atje ku ka precedent për të rënë zjarri, atje ku ka risk, pra rrugëve rurale ose kalimet të mjeteve qoftë edhe të vogla, për të ngjitur afër majeve, pyjeve, ose dhe lëndinave dhe arave të tilla që janë të pa komunikueshme deri tani me rrugë automobilistike. Gjithashtu, ne dim që fshatrat në përgjithësi janë braktisur nga banorët. Dhe shumë shtëpi janë të pabanuara. Duke qenë pabanuara nuk mirëmbahen oborret e tyre, nuk pritet bari, shkurret, ferrat që mbijnë aty. Dhe kjo është një detyrim për bashkitë që përpara se të filloj fushata, domethënë filloj ngritja e temperaturës, jo fushata, ngritja e temperaturave të cilat bëhen shkak për zjarret, ato duhet pastrohen. Mënyra se si do realizohet, kjo do zgjidhet nga bashkitë. Fondet ju do të shfryzohen, prapë to do të shikohen nga bashkitë, por për këto raste edhe për rrugët, edhe për ndryshjet, për pastrimin e banesave në fshatrat të shtëpitë e braktisura, AKMC-ja ka vënë në dispozicion fonde të kushtuara për bashkinë dhe bashkia këto fonde për këtë punë duhet të shfrytëzojë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për rajonin e Jugut thekson se kjo është periudha kur duhen marrë masat përpara rritjes së temperaturave, ndërkohë edhe në fshatra duhet ndërhyrë për eliminimin e sipërfaqeve me shkure dhe barrera të thata. Në përgjithësi, mjetet zjarrfikse dhe forcat e zjarrfikse janë llogaritur në bazë territorit që mbulon bashkia. Nëse do ta marrim si forca zjarrfikse, për mua është e mjaftueshme ajo që ka Vlora, forca zjarrfikse, por mjetet zjarrfikse janë të pakta. Pra Vlora ndoshta është nga bashkitë më të dobta të paktën në qarkun e Vlorës, duhet përjashtoj vetëm Selenicën, sepse Selenica ka vetëm një mjet dhe punën e Selenicës ose ndihmën e Selenicës e jep bashkia e Vlorës me mjetet që ka ose bashkia e Marrën në zonën kufitare. Por bashkitë e tjera, Imara, Delvina, Konispoli, Saranda, Finiqi janë të mirë pajisura me mjete. Në vitin 2025, rastet e zjarreve shënuan rritje duke bërë gjithmonë më sfiduese përballjen me to. Raporti i Drejtorisë së Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi për vitin e shkuar tregon se situata u bë më e vështirë dhe në kushtet e ndryshimeve klimatike. Megjithatë, dokumenti nënvizon se krahasimi me rritjen e zjarreve tregon se ndikimi parandalues i inspektimeve mbetet i kufizuar dhe kërkon riorientim drejt sektorëve me risk të lartë. Ndërkohë gjatë vitit 2025 ka pasur një rritje të ndjeshme edhe të ndërhyrjeve, duke reflektuar një ngarkesë operative më të lartë. Ndaj që tani, sipas kreut të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për rajonin e Jugut, Ilirian Hasani, duhen marrë masat e nevojshme për të shmangur problematikat e ngjashme në të ardhmen. Lyrja me ngjyrë të verdhë e trekëndshave prej betonit në bulevardin Ismail Qemali, qytetarët në Vlorë ndahen në opinione. Disa kërkojnë heqje për shkak të rrezikut, të tjerët thonë se tani janë më të dukshëm dhe pengojnë parkimet. Pas ankesave dhe shqetësimeve të qytetarëve, por edhe disa aksidenteve brenda një viti ku njëri prej tyre fatal për jetën, ndërmarrja e shërbimeve publike ka lyer trekëndshat prej betoni me ngjyrë të verdhë përgjatë bulevardit Ismail Qemali. Për këtë aksion, qytetarët e Vlorës ndajnë mendime të ndryshme, ku për shumicën e tyre lyerja e tyre me boj nuk është zgjidhja, pasi duke patur parasysh faktin që shumë prej atyre që kalojnë aty janë në moshë të tretë. Qytetarët thonë se sërish ata do të pengohen, prandaj zgjidhja është që ato të hiqen. Nuk i jep asnjë lloj zgjidhje trafikut të Vlorës dhe infrastrukturës që është bërë brenda qytetit të Vlorës, vetëm kaq kanë. Edhe pengesë edhe rrezik për incident, për të provokuar dhe incidente në këto gjëra. Duket diçka më tepër, duket, po prapë kjo të bësh edhe me moshën e tretë, që është e papërgjeshme.
Për mendimin tim po. Po mirë, pa tjetër, po aty janë bërë disa aksident. Po, janë bërë shkak për incidente, ju si e shikoni? Po, duhe një zgjidhje tjetër. Çfarë? Po di unë di të them. Të hiqen? Po, masat e zoncohen. Por ka edhe nga ata të cilët mendojnë se me bojën e verë trekëndshat janë më të dallueshëm. Sipas kësaj pjese të qytetarëve, barierat anësore nuk duhen hequr pasi aty do të fillojnë të parkojnë automjetet. Po, një gjë për të mos penguar njerëzit është për besoj. Që të dallohen në qartë apo jo? Po çfarë se ka raste që pengohen njerëzit, kështu që Është bërë shumë herë faktor shkak për incident. po gjysmë të keqes, domethënë, ose të hiqin fare ose kjo është një zgjidhje. Po edhe kjo është një lloj zgjidhje. Që të mos hipin makinat në trotuar. Për mua, po ojnë ato do finë makinat do hipin këte. Po është një pasgjidhje, është orientimi, shikon të rrugët edhe dashë bisiklet, dashë me këmbë, kështu rrugës. Është sinjal që lejon për kado kam në ndë, kështu është gjë e mirë, nuk është keq. Është më mirë se më parë? Po, më mirë është, më mirë. Po cilë do të ishte një zgjidhje më e mirë? Ky semafor. Semafor është zgjidhja më e mirë. Ka pas raste kur je penguar në to? Po, ja penguar të por se ka litrojë si themi ne. Je dëmtuar në shëndetit? Prisha biçkletën këtë, në bërë se biçkletë. E ka dova kështu. Ndërkohë, mendon se duhet të ishte hequr? Jo, nuk është mirë për të hequr, se janë orientim për njerëzit për kaluar janë me vjetë e bardha këto e lidhur. Kështu, mirë është tjenë. Tash i ka ngjyrosur mirë, se ato ishin gjynë e çimentos se nuk kuptoheshin çfarë ishte. Natën nuk i shikohet, tash i shikohen. Vetëm vitin që lan pas, te këto bordura anësore prej betoni janë penguar me 10 qytetarë, ndërsa një grua e moshur ka humbur jetën pas rrëzimit në to. Për largimin e trekëndshave ka patur edhe peticione të nënshkruara nga shoqëria civile, të cilat janë dorëzuar institucioneve përkatëse. Pensionistët në Vlorë për shkak të pensioneve të ulta nuk përballojnë dot as shpenzimet e thjeshta si një kafe apo drek në restorant, teksa thonë se mezi mbulojnë nevojat bazë të jetesës. Edhe pse ekziston një qendër që ofron shërbime falas, shumë prej tyre zgjedhin të kalojnë kohën buzdetit. Pensionistët e Vlorës nuk kanë mundësi përveç se ecjes për të kaluar kohën e lirë në qytet. Pamundësia nga pensionet e ulta bën që pjesa më e madhe tyre as si kafe s'kan mundësi ta pinë. Për në restorante, siç thonë edhe vet, nuk kanë ekonomi të shkojnë, madje edhe për kaluar kohën e lirë e kanë të pamundur të gjejnë mundësi. Pensionistët në qytetin e Vlorës marrin një pension mesatar prej rreth 200.000 lekësh në muaj e nuk kanë mundësi tjetër përveç se ecjes. Me atë pension që përfitojnë tregojnë se mezia dalin të përballojnë shpenzimet e jetesës e jo më tepër se aq. Si e kaloi? Me vështirësi, po e bëj po s'na lë iniciativë. Vetëm ecjen. As një kafe nuk e pim dot, vetëm ecjen. Ja kështu brit Vlorë skel. Vlorë skel, hajde din në lungomare dhe ktheu në shtëpi. Po kaq në kafe s'futemi dot se jemi pensionista. Mua s'mu ngrit pensioni fare, se më thanë ata që kur u ankova që ti ke marrë pension të pjesë. So se mora të vogël, po dhe nuk pensionim sa është tashi, me gjitha ato, me gjitha 250.000, gjitha qarë janë shtuar, javën nuk e mbush. Do paguaj jo internetin për televizor, jo telefonat, drita, ujtë e gjitha, do marrë dhe ilaqet baruan këto. Ne edhe kur blejmë në një qik mish e djekim tigan që të vijera shpia, jo për të ngrënë, no. Qeveria duhet të vëdor të moshat e treta, se ne jemi për t'iku. Ja bëj të qiron, se unë jam pensionist, jam 72 vjeç, dhe bëj të qiron rrime në shpinë qole dhe vi deri këtu dhe i para të shtëpia dhe asgjë tjetër. Çdo ditë për ditë. 180.000 lekë pension marrë, çfarë është? Vetëm ha bukë me djata me një kokër tomate. Unë kam edhe gruar. Ajo merr 250, kështu që me të shtrënguar me ujë drita u pagoj 100.000 lekë ujë drita. Pensionistë vetëm të ecën këtë kanë qelepire dhe të tjerë dhe pasaj janë në prag të vdekjes do vdes. Për ushqime për këto. Bëj ilaçet, nuk i përfitoj me ribursin. Bëj një orë gjysmë, 2 kafe. Them drejtë në radhë mund të ulem që të pinoj një kafe. Tashti ka këtë Vlora që ambientin e ka të mirë, po duhet pastërtia brenda qyteti këto. Ndërkohë në Vlorë ka një qendër që ofron disa shërbime dhe ndihmesa falas për pensionistët
por pjesa më e madhe nuk preferon të shkojnë duke zgjedhur më shumë të ecë Buzdetit e të kalojnë kohën në ajër të pastër. Një pjesë e masivit shkëmbor rrezikon të bjerë mbi automjetet dhe kalimtarët përgjatë zonës bregdetare të Vlorës, duke nisur nga zona e ujit të ftohtë deri në afërsitë të radhimës. Gurët në një lartësi të konsiderueshme mbi segment rritin dhe më shumë rrezikun për çdo që kalon poshtë tyre. Një pjesë e masivit shkëmbor rrezikon të bjerë mbi automjet dhe kalimtarët përgjatë zonës bregdetare të Vlorës, duke nisur nga zona e ujit të ftohtë me pjerësi të kalas. Por edhe në afërsitë të radhimës, gurë të mëdhenj nga masivi shkëmbor rrezikojnë të bien nga momenti në moment. Këta gurë janë në një lartësi të konsiderueshme mbi segment, çka e rrit edhe më tepër rrezikun për çdo që kalon poshtë tyre. Në pjesën e shëtitores lungomare, 2 nga fushat e sportit deri tek tuneli në ujin e ftohtë, por edhe në vazhdim në Radhim dhe në Orikum, vihet re një situate pa precedent, ku një pjesë e masivit të shkëmbor në këtë segment rrugor rrezikon që të bjerë nga pjesa e Kodrës, duke rënë në segmenti rrugor dhe duke rrezikuar jetën e atyre të cilët qarkullojnë me automjet, por edhe në këmbë. Për ta vërtetuar situatën me ndihmën e operatorit, do doja të ndiqnim disa pamje të cilat flasin vetë në një prej segmenteve kryesore rrugore të qytetit bregdetar të Vlorës. Vlen të theksohet se ky është një problem i hasur edhe më parë, por pavarësisht se vitet kalojnë as i mas nuk është marrë. Pak vite më parë në teren zbarkuan edhe forca gjeniere të cilët thanë se këta shkëmbim nuk do të bini dhe gjithçka mbeti me kaq. Me sa duket, ky konstatimi i forcave gjeniere qetësoi pushtetin, i cili prej disa vitesh për sa i përket këtij problemi nuk është kujtuar asnjëherë. Ndërkohë, pas atij inspektimi kanë kaluar disa vite dhe masivi shkëmbor ka pësuar të tjera dëmtime. Shpesh gurë të madhësive të ndryshme janë shkëputur prej tij duke rënë dhe në segmentin rrugor, ndërsa situata përkeqësohet çdo ditë. Është emergjente edhe për sigurinë e jetës që të merren masa sa më parë që mos të jetë shumë vonë. Moti i përkeqësuar i pasdites së hënë dhe rreshtit e dendura të breshrit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa fshatra të luginës së Vjosës, duke prekur veçanërisht sektorin e bujqësisë. Stuhia e breshrit ka qenë e fortë dhe e papritur, duke goditur në mënyrë të drejtpërdrejtë sipërfaqe të tëra të mbjellash. Moti i përkeqësuar i pasdites së të hënës dhe rreshtit e dendura të breshrit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa fshatra të luginës së Vjosës, duke prekur veçanërisht sektorin e bujqësisë. Sipas burimeve nga tereni, stuhia e breshrit ka qenë e fortë dhe e papritur, duke goditur në mënyrë të drejtpërdrejtë sipërfaqe të tëra të mbjella. Raportohet se rreshtit e breshrit kanë rënë me intensitet të lartë në toka bujqësore dhe në vreshta, duke dëmtuar prodhimin në një fazë të rëndësishme të zhvillimit të bimëve. Dëmet më të mëdha janë evidentuar në pemtari dhe vreshtari, ku shumë fermer rrezikojnë të humbasin një pjesë të konsiderueshme të prodhimit sezonal. Banorët e zonës në fshatrat të Adë, Cakran dhe Vreshtat shprehen të shqetësuar për situatën, duke theksuar se fenomenet të tilla po bëhen gjithnjë më të shpeshta dhe po rëndojnë ndjeshëm ekonominë e tyre, e cila mbështetet kryesisht te bujqësia. Burimet bëjnë me dije se breshri ka dëmtuar lulet në pemë, ka rrëzuar lulëzimet dhe në disa raste lastarët e degëve të pemëve dhe ardhive, duke sjellë pasoja që mund të ndikojnë jo vetëm këtë sezon, por dhe prodhimin e viteve në vijim. Henry dhe Miria, një çift nga India që jetojnë prej vitesh në Angli, kanë vizituar për herë të parë Vlorën dhe Shqipërinë. Edhe pse është hera e parë e tyre në qytetin bregdetar, ata shprehen se do të rikthehen sërish, por kësaj here së bashku me miqësinë e tyre. Henry dhe Miria, një çift nga India që jetojnë prej vitesh në Angli, kanë vizituar për herë të parë Vlorën dhe Shqipërinë. Pas disa videove dhe pamjeve që kishin parë nga bregdeti Vlorës dhe zonat të tjera, ata vendosën dhe eksploronin pikërisht këtë destinacion. Përveç Vlorës, ata vizituan edhe Tiranën, edhe Sarandën. Në një ditë të ngrohtë dhe me diell zgjodhën të bëjnë foto dhe video nga bregdeti Vlorës ndërsa komunikonin me miqtë e tyre, duke u treguar bukuritë e natyrës dhe detit. Edhe pse është hera e parë për ta në Vlorë, ata shprehen se do të rikthehen sërish këtë herë së bashku me miqtë e tyre. Çifti pranon se u ka pëlqyer shumë Vlora dhe Shqipëria, duke veçuar natyrën, bregdetin dhe ushqimin. For 3 days we are just here for the visiting. So we just plan to Jemi Miria dhe Henry, ne jetojmë në Angli tashmë, por origjina jon është nga India.
Jetojmë prej shumë kohësh në Angli, kemi ardhur për herë të parë në Vlorë dhe Shqipëri. Kemi parë edhe Tiranën, ndërsa do të shkojmë në Sarandë pasi sot do të qëndrojmë aty. 3 ditë kemi zgjedhur të vizitojmë vendin tuaj. Nuk dinim shumë më parë, por kemi parë video dhe foto të ndryshme dhe vendosëm ta eksplorojmë. Po bëjmë në fakt foto dhe video nga Bregdeti dhe po na pëlqen shumë. Madje me video kemi folë dhe me miqtë tanë në Angli dhe kur të vim sërish, do të vim së bashku edhe me miq të tjerë. Çfarë na ka pëlqyer këtu? Ka shumë diell, moti është i ngrohtë dhe natyra shumë e bukur. Pastaj edhe ushqimi. Henry është shumë i dhënë pas ushqimit. Më pëlqen peshku, por edhe gjërat e tjera. Është fantastike. Do kthehemi shumë shpejt. He's really a fan of fish. Fresh fish. So he liked the fish. Vlora dhe Shqipëria tërheqin turistë në çdo periudhë të vitit nga vende të ndryshme, ndërsa me rritjen e temperaturave, ky numër pritet të rritë ndjeshëm. Shqipëria po tërheq vëmendjen e mediave ndërkombëtare për bukuritë e saj natyrore dhe potencialin turistik. Prestigjozja britanike Express e rendit Shqipërinë ndër destinacionet e bukura dhe të lira të pushimeve në Europë. Shqipëria po tërheq vëmendjen e mediave ndërkombëtare për bukuritë e saj natyrore dhe potencialin turistik. Agjencia për Media dhe Informim ka ndarë në rrjetet sociale një shkrim të botuar nga prestigjozja britanike Express, ku gazetari i njohur Simon Calder rendit Shqipërinë ndër destinacionet më të bukura dhe më të lira për pushime në Europë. Sipas Calder, Shqipëria ofron një kombinim unik të peizazheve mahnitse, plazhe të virgjëra dhe tradita kulturore, duke i dhënë vizitorëve eksperjenca cilësore me kosto të ulët. Ai e krahason vendin me Malinezi, duke vënë në dukje se të dy destinacionet ofrojnë pushime tërheqëse ekonomikisht, pa kompromentuar bukurinë natyrore dhe mikpritjen e banorëve. Shkrimi thekson se për turistët që kërkojnë destinacione të lira dhe autentike në Europë, Shqipëria po bëhet zgjedhje ideale, duke kontribuar në zhvillimin e sektorit turistik dhe promovimin e vendit si destinacion global. Turizmi në Shqipëri po shënon një diversitet zhvillimi të qëndrueshëm, ndërsa vendi përgatitet të mirëpres sezonin e ri turistik me projekte dhe investime që synojnë të rrisin cilësinë e shërbimeve e të promovojnë bukuritë natyrore të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. E vijoj me tjera zhvillime, sot shënohet përvjetori 27 i nisjes së bombardimeve të NATO-s mbi saqet ushtarake dhe policore serbe në ish Jugosllavi për të ndalur dhunën e forcave serbe kundër shqiptarëve në Kosovë. Bombardimet nisën më 24 mars të vitit 1999 dhe zgjatën plot 78 ditë. Shënohet sot përvjetori 27 i nisjes së bombardimeve të NATO-s mbi saqet ushtarake dhe policore serbe në ish Jugosllavi për të ndalur dhunën e forcave serbe kundër shqiptarëve në Kosovë. Bombardimet nisën në 24 mars 1999 dhe zgjatën 78 ditë. Ato nisën pas përpjekjeve të dështuara të komunitetit ndërkombëtar për ta bindur ish liderin serb Slobodan Milošević për një armëpushim. Më pas ishte sekretari i përgjithshëm i NATO-s Javier Solana, i cili autorizoi sulmet ajrore. Kjo fushat përbën të herën e parë që NATO e përdorte forcën ushtarake pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Fushata përfshiu rreth 1000 avion që operuan nga bazat ajrore në Itali dhe Gjermani, si dhe aeroplan mbajtësen e vendosur në detin Adriatik. Avionët kryen mbi 38.000 fluturime, prej të cilave 10.484 fluturime sulmuese pa asnjë fatalitet në mesin e aleatëve. Gjatë fushatës ajrore, shkatrime ose dëme të rënda pësuan kazerma dhe njësi ushtarake në Serbi, Maltëzi dhe Kosovë, ashtu si dhe sistemet komandës dhe kontrollit, sistemet të mbrojtjes ajrore, infrastruktura të energjisë dhe komunikimit. Bombardimet u ndalën një ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Me këtë marrëveshje të negociuar nëpërmjet NATO-s dhe zyrtarëve ushtarak jugosllav, forcat jugoslave u tërhoqën nga Kosova dhe u krijua forca paqëruese ndërkombëtare e udhëhequr nga NATO. Beogradi kishte 11 ditë kohë për të zhvendosur 40.000 forcat e tij të sigurisë jashtë Kosovës. Kfori misioni paqëruajtës i udhëhequr nga NATO filloi dislokimin më 12 qershor 1999. Fillimisht përbëhej nga rreth 50.000 trupa për të arritur në 4.767 trupa sot nga 33 vende të botës. Lufta përfundoi me rreth 13.000 njerëz të vrarë dhe me mijëra të zhdukur, mbi 1.600 prej të cilëve mbeten ende të pagjetur, me qindra mijëra refugjat, shumica të cilëve u kthyen dhe me mijëra prona të dëmtuara ose të shkatruara.
Përballja me Polonin të njëjtën është një nga ato ndeshje ku trajneri duhet të kombinojë elementet, që nga përzgjedhja e lojtarëve deri tek ndërthurja e ndjenjes e krenarisë kombëtare. Kështu është shprehur gjatë një interviste për Blu Televizion ish lojtari i flamurtarit dhe i kombëtares shqiptare Vasil Ruci, sipas të cilit ndeshja është më se vendimtare. Shqipëria luan të njëjtën ndeshje më të rëndësishme në historinë e saj në përpjekje për të realizuar ëndrrën e kualifikimit për herë të parë në një kampionat botror. Ish lojtari i flamurtarit dhe kombëtares shqiptare Vasil Ruci e konsideron përballjen me Polonin si vendimtare. Sipas tij, kjo është një ndeshje ku trajneri duhet të kombinojë shumë elemente, duke filluar nga përzgjedhja e lojtarëve, por edhe duke ndërthurur ndjenjën e krenarisë kombëtare. Është ndeshja më e rëndësishme. Arsyeja është sepse në këto stade vetëm një herë vim, edhe nuk e di do vi brez tjetër ta shikojë ndonjëherë Shqipërinë që të arrijë në këtë paktën në këtë nivel që të arrijë të ketë një ndeshje të tillë. Është duhet shumë e vështirë. Dhe në raste të tilla, gjë më e bukur është që pjekuria profesionale e trajnerit dhe dëshira e madhe për ta marrë këtë ndeshje, plus përveç pjekurisë, plus përgjegjësia nacionaliste që duhet të ketë këtë radhë, ky lloj trajneri duhet i bëjë të gjitha gjërat bashkë, që të arrijë të marrë vendime të jashtëzakonshme më shumë se herë tjetër, që të jenë kualitative dhe të jenë dhe fituese. Unë them këtë që dilema më e madhe do të jetë lojtarët që kanë qenë me kombëtare dhe nuk kanë lozur dhe lojtarët të cilët luajnë por nuk kanë qenë me kombëtare. Kjo do të jetë dilema më e madhe e këtij trajneri. Pra përzgjedhja gjë më e vështirë do të jetë në këta dy lloj futbollistash. Duhet të bëjmë më të mirën që të arrijmë të fitojmë. Shiko, çdo ndeshje ka specifikën e saj dhe unë besoj kjo ka një specifik veçantë. Për mua e rëndësishme, gjëja më kryesore që duhet jetë në këtë ndeshje është si do arrijmë të thyejmë mes fushë. Sepse të fillojmë të ndërtojmë nga mbrojtja, nga portieri, është pak e vështirë sepse janë njerëz të cilët fizikisht janë të përgatitur shumë. Dhe normalisht një pressing do na detyrojnë që të na mbajmë mbrapa. Shumë e rëndësishme që çfarë lojtar do të fusë mes fushë, që të arrijë të thyejë aksion dhe të nisim aksione të shpejta drejt sulmit me njerëzit që do jenë të gatshëm ose më të mirët për t'i vënë në sulm, për zgjedhje. Ruci thekson se pavarësisht vështirësive, mundësitë ekzistojnë për Shqipërinë që të sigurojë një vend në botrorin që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin qershor. Ai shton gjithashtu se edhe Kosova ka shanse dhe nuk përjashtohet mundësia që një ekip shqiptar të jetë pjesë e këtij kompeticioni të madh. Shanset janë shumë. Në qoftë se do arrijmë që të bëjmë gjitha gjërat bashkë, do kemi përqendrim 100% në ndeshje, do arrijmë të dimë të zgjedhim gjithë njerëzit në pozicionet e duhura dhe sot për sot që janë në gjendjen më të mirë për të luajtur futboll, unë besoj se shanset janë. Shumë shpejt ne shqiptarët kemi ikur refugjat me gomone, kemi vaj drejt Italisë. Tani do ikim me anije të mëdha drejt Amerikës me avion. Me avion, kuptohet jo me kështu. Na pëlqen që të ikim në Amerikë sepse është ëndra e gjithë shqiptarëve. Shqipëria luan të njëjtën në Poloni me ëndrrën e madhe për të kualifikuar për të parë në një kampionat botror, një objektiv që mbetet i vështirë, por gjithsesi i arritshëm. Ju falenderoj dhe përshëndes për vëmendjen. Mirupafshim.